I rritur mes librave dhe filmave me skenar të Atit, Ilir Topi sot po I rikthehet një pjesë të fëmijërisë së tij. Ai është bashkuar nismës adopton një film, duke zgjedhur të mbështesë restaurimin e filmit të animuar Lufta për jetën, me skenar të babait të tij, mjeku të njohur Flamur Topi. I prodhuar në vitin 1981, filmi e çon shikuesin në një udhëtim të pazakontë brenda trupit të një fëmije. Fokusi është betejë mes leukociteve dhe mikrobeve, një ndërthurje mes fantazisë, argëtimit, por edhe të vërtetave shkencore. Më shumë se 4 dekada më vonë, Lufta për jetën do të rikthehet I restauruar. Për Ilir Topin, kjo nuk është vetëm një mënyrë për të ruajtur një vepër kinematografike, por edhe për të nderuar punën e të Atit. U gëzuam mjaft, pra u lumturua, sepse janë veprat e tij ka dhënë një kontribut me disa dekada, pra është një krenari sidomos për mua që dhe vllajin, pra që po mbështesim një nga veprat e tij në një farë forme, por risillet ende në kujtesën edhe të brezave të ri. Ai e sheh restaurimin si një urë mes brezave, që filmat me të cilët janë rritur prindërit të mund të shihen edhe nga fëmijët e sotëm. Kemi nevojë për nisma të tilla, të risjellim në një formë të re këto filma që janë pra pasuri kombëtare. Nismës së veçantë të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit mund t'i bashkohet kushdo që dëshiron të kontribuojë në ruajtjen e trashëgimisë kinematografike shqiptare. Restaurimi I filmit, përfshirë audion dhe pamjet, është një proces që ka një kosto. Ai gjithashtu kërkon edhe muaj të tërë pune nga profesionistë. Deri më tani, përmes restaurimit, kanë marrë një jetë të re 4 filma të njohur: Guximtarët, Shoku Yntili, Mimoza Llastica dhe Në shtëpinë tonë.